Buzrrugës së Elbasanit në Tiranë ndodhet shtëpia e fëmijës Zyber Allulli. Prej vitesh, kjo godin ka strehuar jetimët, duke u bërë simbol i kujdesit social në kryeqytet. Por sot, ajo rrezikon të zhduket për t'i hapur rrugë një tjetër ndërtimi, një kulle shumëkatëshe. Një thirrje e korporatës së investimeve shqiptare ja jep truallin e jetimores një investitori privat, të cilit në këmbim të mundësisë për të ndërtuar një kullë të paktën 17 kate të lartë, i kërkohet të ndërtojë një kampus të ri për fëmijët, rreth 800 metra më tutje, në rrugën Gramos Pashko, në zonën ku deri në vitin 1990 kishin rezidencat diplomatët e Gjermanisë Lindore. Në total, projekti parashikon 60.000 metra katror ndërtim dhe 5 kate nën tokë për parkim në zonën aktuale të rrugës Elbasanit. Në dokumentet zyrtare thuhet se të paktën 50% e truallit duhet të mbetet e lirë, ndërsa 45% e sipërfaqes së ndërtesës së re do t'i jepet korporatës. Thirrja përfshin edhe zyrat e Inspektoratit të Punës në krahun e rrugës Sheh Ahmet Pazari. Por kjo thirrje ka nxjerrur kritika për mungesën e transparencës dhe për mënyrën se si është përfshirë institucioni i fëmijëve në këtë proces. Tek Zyber Allulli jetojnë rreth 36 fëmijë, të cilët ndjekin shkollën, marrin përkujdesje dhe konsiderojnë këtë ndërtesë si shtëpinë e tyre të vetme. Por në planet e korporatës kjo shtëpi trajtohet thjesht si aset imobiliar. Korporata e krijuar nga qeveria për të menaxhuar asetet publike, po vepron gjithnjë më shumë si agjenci ndërtimi, që synon të shfrytëzojë pronat publike për investime private. Shembuj për këtë kanë qenë thirrjet për të zhvilluar stadiumin Selman Stërmasi, pallatin e sportit Aslan Rusi, Isha të Shën apo dhe pallatin e kongreseve. Kështu në rastin e shtëpisë së fëmijës Zyber Allulli, në vend të një institucioni social, pritet të ngrihet një kompleks modern banesash dhe zyrash. Thirrjet për propozime u mbyllën më 27 tetor dhe në ditët në vazhdim, korporata pritet të bëjë publike listën me studiot dhe kompanitë e interesuara. Për arkitektët dhe urbanistët, ky është një shembull tipik i zhvendosjes së qëllimeve publike në funksion të interesit privat, ndërsa institucionet tani më po marrin pjesë direkt në gentrifikim, një proces ku shtresat e marginalizuara dhe ato në nevojë nxiten për t'u shpërngulur drejt periferisë përballë projekteve për ndërtime elitare. Kjo qasje është parë në zona të ndryshme të Tiranës si Shkoza, Pesmaja apo dhe Kombinati. Në rastin e Zyber Allullit, paradoksi është edhe më i madh. Një shtëpi për fëmijët më të pambrojtur zhvendoset tutje për t'i hapur vend një kulle rezidenciale. A është ky një zhvillim urban për qytetarët apo në kurrizë të tyre? Dhe sa vlen një kull kur për ta ngritur sakrifikohet një shtëpi për fëmijët jetim?